Ju e mbani mend dhe gjatë ditëve të votimit, që përpara datës 11, gjatë datës 11 dhe pas datës 11, përfaqësuesit tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në KQZ, juristët tanë kërkonin çdo ditë informacione zyrtare të sa flet votimi janë prodhuar në Shqipëri dhe janë shpërndarë brenda territorit të Shqipërisë, por edhe në diasporë. Një pyetje që shkonte zyrtarisht ditë për ditë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, komisionerit, dhe që zyrtarisht ditë për ditë përgjigje nuk merre. Tani ai treni bullgar i famshëm krijohet duke pasur një element të tillë. Pra duke mos ditur për shumë sa flet votimi janë prodhuar. Dhe një kozisht anën tjetër, ke jep mundësinë, siç ndodhi sidomos në kutit e diasporës, ku një gjë thoshte proces verbali me numrin total të fletëve, për shembull 400 fletë, dhe brenda hapeshin gjendeshin 450 apo 500 fletë votime. Si e shpjegoni ju këtë mos përputhje të numrit total të fletëve që janë prodhuar me shumën e votave që janë gjetur në kuti, duke përfshirë edhe ato që kanë qenë fletë apo vota të pavlefshme? Shiko, ky fenomen nuk duhet të ekzistonte. Pra është normale. 130.000 janë shumë. Pra që në momentin e parë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr listën finale të votuesve, di se sa votues potencial janë. Dhe sipas rregullit, pas legjislacionit fuqi, prodhohet ai numër fletësh për numrin përkatës të votuesve të rinj që kanë drejt vote, dhe një marzh i caktuar, zakonisht 1 deri në 2%, që pritohet më tepër për raste për shkak të nevojave apo të zëvendësimit të një kutie të votimit dhe kështu me radhë. Ndërkohë neve kemi këtu shumë më tepër se sa ai 2% i famshëm, që ka pasur historikisht në një vlerë për afër do të themi të fletë të printuara më tepër. Dhe njëkohësisht kemi fletë votimi, të cilat nuk dihet se ku janë sot ende deri më sot. Pyetja është e qartë dhe thjesht. Komisioneri i Qendrorit të Zgjedhjeve, a mund të thotë sa fletë janë printuar? A mund të thotë sa fletë janë dërguar në diasporë? A mund të thotë sa prej tyre kanë ardhur? Ky informacion nuk ekziston.